Mirëmëngjesi zoti ambasador, përgjigje mirëmëngjesi. Pyetjet që të vazhdojmë aty ku lam dje, doja të kthehemi të kalojmë tani tek fushata e bombardimeve ajrore të NATO-s. Kur filloi kjo fushata, kishit ndonjë kontakt me zotin Thaçi? Përgjigje jo. Pyetja, patët ndonjë kontakt me të ashtu quajturin qeveritë e përkohshme të Kosovës? Përgjigje jo. Që t'ja pak kontekst, kur filluan bombardimet e NATO-s, unë nuk ktheva tek detyra ime parësore, ajo që më ishte dhënë, që ishte ambasador në Maqedoni. Dhe përgjegjësitë e mia ishin që të kujdesesha për ambasadën. Pyetje, faleminderit, e vazhduat të ishit i përfshirë në mënyrë aktive në zgjidhjen e konfliktit të Kosovës gjatë fushatës së bombardimeve ajrore të NATO-s. Përgjigje, kam patur biseda me njerëz në Washington, por kryesisht jam marrë me ambasadën në time në Shkup, ku kishte patur mira persona që protestuan, bën në demonstrata. Pyetja, ju kujtohet çfarë keni qenë duke bërë, pra cilë keni qenë detyra juaj, puna juaj në përfundim të konfliktit në Kosovë? Përgjigje, keni fjalën për fundin e fushatës ajrore të bombardimeve? Përgjigje po. Pyetje po. Përgjigje, dua të bëj një ndryshim këtu lidhur me atë që thash, kur thashe po punoja në Maqedoni, lidhur me Maqedoninë. Në një moment të saktuar, gjatë fushatës së bombardimeve, zoti Rogova, i cili ishte mbajtur kundër dëshirës tij në Beograd, shkoi në Vatikan. Ai u lirua nga Beogradi dhe shkoi në Vatikan pas ftesës që ishte Shën Gjorgje, pra që nëse nuk gaboj është një si lloj ministrie e punëve të jashtme e Vatikanit. Në pjesën e fundit, pra drejt përfundimit të fushatës ajrore të bombardimeve. Mua më kërkuar që ta kontaktoj, ta takoj atë dhe që të kuptoj se cilat ishin synimet e tij, qëllimet e tij, nëse po planifikonte të jepte ndonjë deklaratë publike lidhur me fushatën e bombardimeve. Unë bëra këtë gjë, ai nuk kishte planifikuar në mend që të jepte deklarata publike dhe u ktheva në Shkup. Për të përgjigjur pyetjes suaj, kur unë përfundoi fushata bombardimeve, ka qenë dita kur komanda e lartë e NATO-s bëri një takim, një mbledhje në Kumanov, në Maqedoninë e Veriut, për të biseduar me ushtrinë serbe lidhur me planet për të në mënyrë që ushtria serbe dhe forcat e policisë të largoheshin nga Kosova dhe zëvendësoheshin nga personeli i NATO-s, që do të merrnin përgjegjësinë pastaj për çështjet e sigurisë. Atë mbrëmje, nuk më kujtohet data saktë, por ka qenë në fillim të qershorit, unë isha me disa shok Maqedonës dhe ne ishim shumë të kënaqur, pra u gëzuam me përfundimin e mundshëm të këtij konflikti, pra siç paraqitej. U ktheva në shtëpi atë natë dhe sapo hyra në shtëpi, pra mora një telefonat, thirrje telefonike nga një zyrtar amerikan, i cili ishte në një kamp refugjatësh dhe raportonte se aty kishte probleme në kamp, pra kishte pakënaqësi që shpreshin dhe më kërkoi nëse mund shkoj aty për të ndihmuar për të qetësuar situatën. Kjo ishte vonë, pra rreth orës 11 të mbrëmjes. E pyeta ato që të përshkruante problemet që po ndodhin aty, më tha që me një zërt shumë të shqetësuar se njerëzit që jetojnë, personat që ishin në kamp, kishin gjetur një familje romësh për të cilën njerëzit besonin që ishin të përfshirë në një lloj njësiti serb, i cili shkatërronte shtëpi në një fshat të caktuar. Nuk ishte e qartë, pra, por kjo ishte një përpjekje për të bërë drejtësi.
ndaj kësaj familje romësh, dhe familja rome ishte marrur nga një organizatë jo qeveritare gjermane, siç e kuptova atë që më thanë përmes telefonit, ishin dërguar në një ndërtesë dhe mbroheshin nga kjo organizatë qeveritare gjermane, por ishin të rrethuar nga njerëz shumë të zemëruar që gjendeshin në kamp. Mua më kërkuan që të shkoj në kamp dhe të përpiqem që të qetësoj situatën. Gjithashtu zyrtari amerikan më kërkoi që nëse kisha mundësi të kontaktoja qeverinë maqedonase dhe t'ju kërkoja atyre që të dërgonin forca policore, sepse mendonin se përfshirja apo ndërhyrja e policisë maqedonase në kampin e refugjatëve pra më kërkoi që qeveria maqedonase të mos dërgonte forca policore, sepse ata mendojnë që kjo do të përkeqësonte situatën. Unë bëra këtë gjë dhe u pajtova që të shkoj në kamp atë natë rreth orës 11. Pyetje, faleminderit. Ju jeni ndjeni të miratimit të rezolutës 1244 përgjigje po. Pyetja, mund të na thoni detyrën, cila ishte detyra juaj kur lufta mes UÇK-s dhe forcave serbe përfundoi, para sa kishit mundësi ju të vërenit. Pyetje, para atë sa kisha mundësi të shihja, në ato ditë me njëhershme pas takimit në Kumanov, serbët filluan të tërhiqeshin nga Kosova, forcat njësitë policore dhe ushtarake serbe filluan të tërhiqeshin nga Kosova, NATO-ja filloi të futej në Kosovë, ku ishte vendosur paraprakisht përfshirë pra në Maqedoni, pra lëvizin nga Maqedonia në Kosovë dhe filloi të patrollonte, të kontrollonte situatën në Kosovë. Pyetja, faleminderit. A ndodhi në një moment të caktuar që presidenti Clinton bëri vizitë në rajon së verë të 99-s? Përgjigje, po, presidenti Clinton erdhi në rajon, erdhi pak kohë pas përfundimit të luftimeve dhe hyrjes së NATO-s në Kosovë. Erdhi në Maqedoni për të falendëruar autoritetet maqedonase për mikpritjen e stërhimin e shumë refugjatëve. I shkoi dhe vizitoi gjithashtu një kamp për refugjatësh dhe inkurajoi njerëzit që të mos ktheheshin në shtëpitë e tyre derisa autoritetet e NATO-s të thonin që ishte e sigurt që ata të ktheheshin. Pyetja, ju kujtohet nëse kishte ndonjë shqetësim lidhur me pranimin pra dërgimin e presidentit Clinton në një zonë ku një konflikt i armatosur ishte në zhvillim e sipër? Pyetja, nuk mund të dëshmoj për shqetësime që mund të më jenë thënë mua, unë mund të imagjinoj se ekipi i sigurisë ishte i shqetësuar për pranimin e tij në një vend që ishte afër një zone lufte. Thënë këtë, nuk më kujtohet të ketë patur ndonjë incident apo probleme gjatë vizitës së tij. Pyetja, ambasador Hill, ju jeni pyetur në të kaluarën, a ju është kërkuar në të kaluarën që të intervistoheni nga prokurorët apo avokatët e mbrojtës në çështje të krimeve të luftës ndërkombëtare? Përgjigje, disa vite më vonë, po them këtë në periudhën kohore 2002-2003 kur isha ambasador në Varshavë, mu kërkua të dëshmoj në tribunalin për krime lufte. Unë isha në punë si shërbimi të jashtëm dhe ambasador në Poloni, dhe edhe ndonse nuk e refuzova bisedën me njerëzit në departament, me personat në departamentin e shtetit, nuk e refuzova këtë gjë, megjithatë bisedova me persona përgjegjës në departamentin e shtetit dhe thash që preferoja të vazhdoja me funksionet e mia aktuale, të cilat i kisha, dhe pra që të vazhdoja si ambasador në Poloni. Pyetje, a ishit pajtuar paraprakisht të intervistoheshit apo të jepni dëshmi në gjykime për krime lufte apo në hetime të tilla? Përgjigje, jo, me sa kujtohet, jo. Prokurori në fakt erdhi dhe më takoi në Varshavë në zyrën time. Emri i tij ishte
kujtohet lehtë Jeffrey Nice, pata një bisedë me të, pas kësaj shkova në Washington për konsultime lidhur me çështjet që kishin të bëjnë me Poloninë dhe u takova me përfaqësuesin ligjor të Departamentit të Shtetit që ka emrin Taft. Gjithashtu bisedova me zëvendën sekretarin e shtetit Richard Armitage, lidhur me preferencën time, pra që unë nuk doja të përfshihesha në këto gjëra. Pyetje, pse vendosën të përfshiheshit në këtë gjykim dhe u pajtua të ishit dëshmitar i thirrur nga Hashim Thaçi? Përgjigje, tani koha nuk i shëron të gjitha, siç thuhet, nuk i të gjitha plagët dhe por mendoj që pas 25 vitesh është kohë madhe që të mendohet në gjërat dhe nuk kam arsye, pikë së pari nuk kam arsye të besoj se zoti Thaçi ishte përfshirë në aktivitetet e tilla. Nuk kam arsye të besoj, dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitetet e tilla apo veprimtaritë e tjera të paligjshme dhe me sa siç e kuptoj unë, ai është mbajtur i burgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra ndjeva kur mu kërkua kjo gjë, nuk u kontaktova njerëzit me kontaktuan mu dhe ndjeva që duhet të thoja atë që dije lidhur me situatën. Pyetje, faleminderit zoti ambasador Hill që erdhi dha dëshmi. Mishetis me kaq përfundon marrë në pyetje ime, gjykatësi, faleminderit zoti Mishetis, zoti Dixon, nuk keni pyetje, Dixon nuk kam pyetje. Gjykatësi zoti Roberts, e njëjta gjë e nderuar gjykatës, nuk kemi pyetje, gjykatësi në rregull zoti Elis, dëshmitarja mund të më jepet një moment që të bisedoj me përfaqësuesin e Departamentit të Shtetit, sepse nuk kam ide se për me kë keni biseduar, pra gjykatësi absolutisht që po, dëshmitari faleminderit, kryegjykatësi, a dëshironi të largoheni nga salla e gjyqit, dëshmitari thjesht konsultohem me të, gjykatësi në rregull, dëshmitari nuk e di kush është kush, pra kryetari i gjykatës do t'ju tregoj edhe unë, pikë së pari, zoti Elis që përfaqëson zotin Karasniqi, dëshmitari në rregull, gjykatësi më ndihmon, dëshmitari në rregull. Ndoshta është e gjitha ajo që duhet të di, mjafton. Gjykatësi në rregull, vazhdoni dëshmitari, po. Gjykatësi vazhdoni. Elis, po. Okay. Dëshmitari në rregull. Gjykatësi do të duhet kisha përdorur emrin e zotit Karasniqi, që është Jakub Karasniqi, dëshmitari po. Elis, mirëmëngjes zoti ambasador. Kërkëndjes nuk jam prezantuar, unë jam Eidan Elis, përfaqësoj Jakub Karasniqin. Kam disa pyetje sot në mëngjes, si në vijim të çështjeve që u diskutuan gjatë dëshmisë suaj dje, pyetja dëshmitari në rregull. Pyetja parë ka të bëjë me një pjesë të intervistës në dokumentin e Blerim Shalës, që është DHT 12206 deri në 12372 në faqen DHT 12292. Nëse mund ta shfaqim në ekran, ju lutem. Mr. Ellis, we're being told. Gjykatësi me të ro, zoti Elis, neve sapo na thanë që nuk e kemi marrë listën e dokumentave që do duhet ishit paraqitur, pra do të përdorin atë që përdori Thaçi. Mund të siguroni që kjo është pra lista e dokumenteve është dërguar te zyrë administrative. Zoti Elis, sa po më thanë që është në proces të dërgimit, pra versioni do t'ju vi së shpejti, por mund të vazhdojnë ndërkohë me versionin e zotit Thaçi për këtë çështje. Gjykatësi, faleminderit zoti Elis, sepse do të kaloj tek dy faqe në
këtë dokument ndoshta mund të ndihmojë që të përdorim atë version në vend të versionit të provës materialit të pranuar. Thank you. Faleminderit. Juve ju bën disa pyetje dje lidhur me pjesën ku fillon me pyetjen e Zotit Shala ku thot në atë periudhë kohore e dini kush ishte përgjegjës i UÇK-s, kush ishte personi më i rëndësishëm në UÇK. Përgjigjja juaj ishte nuk mund të kishte sukses po të kërkoj kush ishte përgjegjës i UÇK-s. Tani dhe juve ju bën disa pyetje lidhur me këtë, mendoj nga gjykatësi Gaynor, lidhur me periudhën kohore për cilën bëhej fjalë. Përgjigjja juaj ishte në fund të verës, fillim të vjeshtës 1998. Pra ajo që dua të bëj është që t'ju tregoj dy faqe më herët në këtë dokument dhe të përpiqemi të gjejmë që të ndihmojmë pra për të gjetur datën për cilën bëhet fjalë. Dëshmitari në rregull, Elis, dhe mund të kalojmë dy faqe më përpara, ju lutem, në 12290 dhe mund të kalojmë në fund të faqes, se shikoni Zoti Shala fillon duke bërë pyetje lidhur me diçka që ishte refuzuar nga hedhur poshtë nga diplomacia franceze në dhjetor të 98-s dhe pastaj vazhdon me tej në fund të faqes me pyetjen në dhjetor të 98-s ju ishit duke ecur drejt idesë pra që të duhej të bëjë një konferencë ndërkombëtare. Shikoni këtë përgjigje, po e shoh. Nuk jam i sigurt nëse më kujtohet a jam pyetur për konferencën ndërkombëtare deri në momentin kur Madeleine Albright më thirrri, që besoj ka ndodhur më vonë se sa në periudhën e dhjetorit. Duhet të shtoj se ka ndodhur shpesh në këto rrethana, pra në një rrethanat konflikti ku ishte të cilin ishte shumë e vështirë të zgjidhej. Ndodh shpesh që njerëzit të thonë pse mos i mbledhin të gjithë së bashku në një dhomë dhe me siguri do të jemi në gjendje që ta zgjidhim këtë problem. Unë nga ana ime isha skeptik se një konferencë apo organizimi i konferencë mund të zgjidhte këtë çështje. Për më tepër isha skeptik dhe në fakt i lodhur nga ideja se Daytoni ishte modeli për të zgjidhur problemin e Kosovës, i cili mua më duke një konflikt, unë e gjykoj as një konflikt shumë ndryshe. Pyetje është kuptoj këtë. Nëse mund të kalojmë tek faqja tjetër, faqja 12291, së pari, nëse mund të kalojmë në mes të faqes, ku përgjigjja juaj është të shënuar, ku ju thoni në rastet ku ka dyshime, është gjithmonë ideja, përgjigje po, që të bëjmë një konferencë. Në këtë paragraf ju shprehni të njëjtën ide që ju përmendet sot në mëngjes, pra se njerëzit ishin gjithmonë vazhdimisht propozoni një konferencë, por që ju vetë ishit pak skeptik lidhur me ato që mund të arrihej në këtë rast konkret. Përgjigja është interesante që pas 25 vjetësh të këtyre komenteve që kam bërë, kam të njëjtin vlerësim lidhur me këto, po të njëjtin mendim lidhur me këto konferenca apo konferenca të tilla. Pyetje në rregull, përgjigje pra për të përgjigjur pyetjes tuaj, po. Pyetje dhe shihni se menjëherë pas përgjigjes Zoti Shala ju bën një pyetje tjetër, që është kush ishte në të vërtetë, në fakt, kush i mbante kontaktet me UÇK në vjeshtë dhe dimër të 99-s. Larry Losin ishte pak a shumë në përgjigjes për këtë.
mendohet kjo pra në vjesht të 98-s dhe jo në janar të 99-s. Përgjigje, po, data është e gabuar. Lari Losin ishin atë kohë ndihmës sekretarit të shtetit. Lari ishte i ri në këto me përvojë të jo të madhe në këtë çështje, pra nuk e di nëse Blerimi kishte këtë mendim. Pyetje, faleminderit, mund të kaloj me faqen 12292, zoti Shala ju pyet. A e dinit në atë kohë kush ishte përgjegjës i UÇK-s, pra pas faqeve paraprake referohet nëntorit, dhjetorit 98, ndoshta apo jo? Përgjigje mendoj se po. Pyetje, dhe nëse kjo mund të ndihmoj, mund t'ju tregoj deklaratën apo për mbledhjen e deklaratës tuaj që keni dhënë mbrojtjes së faqit dhe do t'ju lexoj atë që është shënuar në paragrafin 53, ku lexon në vjesht dhe dimër të 98-s nuk ishte mundur të identifikohej për një person që ishte përgjegjës i UÇK-s. Vazhdon të jetë kjo dëshmia juaj? Përgjigje po. Kjo është arsyeja për të cilën më deshën muaj dhe muaj të tërë që të kemi ndonjë diskutim të vërtet me njerëzit e UÇK-s, dhe kjo është arsyeja e kompleksitetit e vështirësisë pra për të bashkuar delegacionin, për të krijuar një delegacion të shqiptarëve të Kosovës me njerëz dhe personazhe të ndryshme. Për pyetje po, dhe për të përfunduar lidhur me këtë temë, keni dhënë dëshmi lidhur me të në seancën përgatitore javën e kaluar, ku ju keni thënë, dhe kjo është në paragrafin 33, arsyeja për të cilin ata nuk mund të gjenin dikët një person që ishte përgjegjës i UÇK-s, ishte sepse nuk kishte askush përgjegjës. Fakti që ju keni vazhduar të kërkoni kaq për një kohë kaq të gjatë sugjeron se ky problem nuk ishte zgjidhur. Ata nuk ishin zgjidhur këtë problem. Përgjigje, mendoj që kjo është 100% e saktë. Ndonjëherë kur kërkohet diçka dhe nuk gjendet, arsyeja për këtë është sepse ajo gjë nuk ekziston. Pyetje, faleminderit. Tani do të kalojmë tek një temë tjetër që është 6 nëntorit, takimi 6 nëntorit 98 në Dargobil, që ju keni bërë me zotin Kersniqi. Përgjigje po. Pyetje dhe disa të tjera. Ishte kjo hera parë që takuat me zotin Kersniqi? Përgjigje, besoj që po. Besoj që ky takim ishte organizuar nga përfaqësuesit tanë të Kejdomit. Pyetje, kjo do t'i bie që t'jetë Sean Burns në atë kohë. Përgjigje saktë. Pyetje, tani siç e tha dje në transkript në faqen 54, që ju përqendruat tërësisht në për të parë atë që ata mendonin për planin tuaj të Kosovës. A është e saktë sa i takon çasti që ju kishit për këtë mbledhje, për këtë takim? Përgjigje po. Puna ime ishte që të vija që të krijoja një plan për të dhënë fund konfliktit dhe pra mundësia për të takuar me njerëz që për të cilët Shon më tha që ishin në UÇK, ishte një mundësi e tillë. Elisa, mund të kalojmë të shfaqim në ekran për 01069, përpara që të bëjmë këtë gjë nderuar gjykatës, paraqes këto dy faqet e intervistës për të pranuar si prova, dy faqe që i tregova ambasadorit, gjykatësi mikrofoni fikur, Elis mendoj që është 90-91, gjykatësi në rregull, se i lexova mbrapsht. Elis, faleminderit, gjykatësi ndonjë kundërshtim, pashë jo, gjykatësi DHT 12292 dhe DHT 12291 pranohen. Elis, sa mund të shtohen provës materiale të faqit, që mendoj është 423 12423. Gjykatësi, po, ju lutem shtojni provës materiale 12423. Paqa mund të sqarojmë, a ishte 9091, gjykatësi mikrofoni fikër, sekretarja e gjykatës, mendoj që ishin dy faqe, DHT 12290 dhe 91, dëshmitari po, gjykatësi DHT 12292 është pranuar. Më parë, Elis në rregull. Sekretarja e seancës, faleminderit të nderuar gjykatës. Faqet përkatëse do t'i bashkëngjiten provës materiale 1200423 me klasifikim publik. Elis. Në rregull. Shkojmë në faqen 075334. Paragrafi 19. Nuk është cilësia shumë e mirë. Arrin ta lexoni? Përgjigje po, e lexoj.
Ambassador, this is Ambasador, ky është një kablogram i padatës ose që është shkruar pas këtij takimi, në të cilin thuhet, nëse mund ta lexoni, UÇK-ja kishte nevojë për 3 javë për të koordinuar përgjigjen për draftin e parë të 1 nëntorit të ambasadorit Hall. Si rezultat, përgjigjja e UÇK-s nuk shkoi në kohë tek ambasadori Hall për të shqyrtuar për përfshirjen e rishikimeve në dokumentin e 1 nëntorit. Sigurisht gjatë kësaj kohe pati shumë debate të brendshme politike mes udhëheqjes. Ne presim që këto vështirësi në komunikim të sjellin vonesa. Pra, a pati një vonesë prej 3 javësh nga ana e UÇK-s që të përgjigjej propozimit tuaj? Përgjigje. Po, pati shumë vonesa. Është rëndësishme të kuptojmë pak kontekstin e kablogramit. Pse pati kablogram nga Beogradi për këtë temë? Supozoj, se ky ka ardhur drejt për së drejti nga Sean Burns, drejtuar ambasadës në Beograd, ku është rishtypur dhe është dërguar si telegram nga Beogradi. Duke është hera parë që e shoh në fakt të dokument, ose mbase kam parë para 25 vitesh, unë mendoj që ky dokument tregon se Shoni ka menduar se vonesat kanë qenë natyrës teknike dhe jo të personelit. Pra, ishin shkaktuar nga mungesa e pajisjeve përkatëse. Sidoqoftë, unë jam skeptik, nuk mendoj se problemet këtu ishin pajisjet, por mendoj se problematika ishte pikërisht për faktin se s'kishte një person përgjegjës. Pyetje, faleminderit, në rregull. Dokument mund të hiqet nga ekran, faleminderit. Ju bën disa pyetje dje, në faqen 51 të transkriptit djeshëm, lidhur me deklaratën që keni dhënë në intervistë me Blerim Shalën, që shumë energji se shumë nga diskutimet në të takim ishin fokusuar në faktin që Rugova ishte një person i tmerrshëm. Edhe kjo është diçka që e keni thënë dhe në seancën përgatitore javën e kaluar. Në paragrafin 15 ju thatë që ky është një person i tmerrshëm në kuptimin që Rugova nuk ishte i gatshëm për këtë detyrë, nuk ishte i duhur për këtë detyrë. Përgjigje, po. Pyetje, ju po ashtu thatë dje që ka pasur një perceptim që ju mund të ishit shumë i afërt me krahun e Rugovës, edhe se ishte nevoja që të zgjeronte horizontin tuaj. Në këtë pikë kohore, në këtë momente, ju po përpiqeshit të kryenit negociatat mes Miloševićit nga një anë dhe grupeve të ndryshme shqiptare nga ana tjetër. Kjo ishte situata, apo jo? Përgjigje, po. Dhe vështirësit mes shqiptarëve, apo mos pajtimet mes shqiptarëve nuk ishin shqetësimi im. Shqetësimi im ishte të realizoja politikën amerikane, pra që të gjeja një mënyrë që Beogradi dhe grupet e ndryshme në Kosovë të gjenin një mirë kuptim dhe të përfundonte konflikti. Pyetje, në rregull. Një nga gjërat që deshën të bënin profesorët UÇK-s është të siguroheshin që ishin pjesë e diskutimeve. Përgjigje, po. Ata donin me do e mos të thonin, po ashtu që Rugova nuk është person i duhur për këtë detyrë. Por dua të shtoj gjithashtu se kur kam biseduar me Blerim Shalën për këtë, ka qenë një kontekst shumë informal, prandaj dhe shihni terminologji, zhargone, apo terma që janë përdorur thonë ata djemt, terma të këtij lloji. Sigurisht, pas 25 viteve as në ëndër nuk më kishte shuar mendje që do e shikoja edhe një herë këtë bisedë. Ele, sidomos në një gjykatë, përgjigje patjetër. Pyetje. Po ashtu dje thatë që një nga gjërat që përpiqesh të tregoni personave është që qeveria duhet të ketë shërbime, dhe nëse keni shërbime të duhura, që dhe ju mund të ofroni këto shërbime dhe jo subjektet e huaja, atëherë mund të keni autonomi të plot. Duhet të keni struktura më të gjëra që të jeni pjesë e Bashkimit Evropian
Dhe mos fokusoni më në çështjet e sovranitetit të shekullit të 19, keni thënë. Ai kujtohet që tha dje. Po dhe i qëndroj edhe sot kësaj. Pyetje. Ju lutem çojmë në ekran shënimin përgatitor tuaj të javës së shkuar. DHT 12557. Deri në DHT 12559. I understand this is on the calling part. Është në listën e prezantimeve të palës thirrse. Kështu që mund ta gjeni në listën e materialeve të mbrojtjes së thaçit. Gjykatësi në rregull. Thank you. If we could Faleminderit. Shohim faqe 12568. Edhe shkojmë më poshtë që të lexojmë paragrafin 38 dhe 39. Dua që të trajtojmë së bashku. Ju keni thënë që konkretisht nuk ju kujtohet ndonjë element i planit të ashtu quajtur Hill që lidhet me policimin lokal. I qëndroni kësaj? Përgjigje. Konkretisht nuk më kujtohen elementet të kësaj marrëveshje. Në marrëveshjen e Dayton kishim një shtojtës më vete kushtuar çështjeve të policore. Nuk më kujtohet sot, po ma merr mendje që ka qenë diçka që është diskutuar dhe si sot funksiononte policimi në atë kohë, në kontekstin e kësaj marrëveshje. Pyetje. Më pas keni thënë, ju e dinit që zgjidhja më e mirë për Kosovën ishte qeverisja lokale edhe policia lokale do të ishte pjesë e saj. Përgjigje po. Po. Pyetje. Pjesërisht, se policia lokale ishte një prej shërbimeve që keni diskutuar ju, që mund të ofrohej në një Kosovë autonome prej shërbimeve kosovare apo jo. Përgjigje po. Policia lokale është diçka që konsiderohet në gjithë botën si shërbimi më i mirë për të zbatuar ligjin. Pra, të kesh policin afër komunitetit. Pyetje. Në seancën përgatitore më pas keni thënë se konkretisht nuk i kujtohet në një bisedë me UÇK-n lidhur me këtë pjesë të planit që trajtonte policimin lokal, përveç faktit që shqiptarët e Kosovës donin një shtet të bashkuar dhe nuk donin një situatë ku një pjesë e popullatës së tyre të raportonte Beogradit dhe të mos raportonte komandantëve shqiptar në Prishtinë. Pra ideja e policisë lokale ishte pak shqetësuese për shqiptarët e Kosovës nëse nënkuptonte që ata duhet të raportonin autoriteteve serbe. Përgjigje. Mendoj që kjo është e vërtet me sa kam unë ndjeni. Mendoj se ekziston të shqetësimi se mos kur flisnin për policinë lokale apo çdo shërbim lokal, ekziston të pra shqetësimi që ky mund të ishte një plan për të mbajtur strukturën e përgjithshme në Beograd si ambrell dhe prandaj kishte skepticizëm te kjo polici kur përdoroi fjala lokale. Sidoqoftë, unë mendoj se nga ana e tyre më shumë se nga ana ime ekzistonte nocioni se kjo organizat që do të kontrolloj policinë, atëherë rrjedhimisht do kontrolloj edhe Kosovën. Dhe thanë që për faktin që zbatimi i ligjit është një nga aspektet kryesore, shtyllat kryesore të kontrollit.
Unë parapëlqej të flas për grupime lokale apo shërbime të tjera lokale. Edhe duke pasur këto shërbime lokale do të kishte autonomi. Megjithatë, u fokusuan më tepër se ç'duhet tek policia lokale, të paktën personat që mendonin se problematikat fillojnë dhe mbarojnë me çështjet e sigurisë. Pyetje. Edhe ekziston të shqetësimi sepse mund të kishte element në policinë lokale që do t'i raportonin Beogradit dhe Miloševićit apo jo? Përgjigje. Po, këta ishin persona të fakt që besonin në pavarësi të plotë dhe që mendonin se Kosova do të kishte pavarësi të plotë. Unë nuk mund ta theksoj të mjaftueshëm. Unë nuk përfaqësoja këtë grupim. Unë nuk përfaqësoja grupe të ndryshme të shqiptarëve të Kosovës. As nuk përfaqësoja aty Serbin. Unë aty përfaqësoja Shtetet e Bashkuara dhe në bisedat e thelluara që kam pasur me sekretarin e shtetit Albright apo dhe me ambasadorin Holbrooke, ne përpiqeshim të bënim një plan për autonomi, sepse sipas nesh, më falni, ky ishte plani që do ta përfundonte dhunën. E do të ndihmonte situatën në mënyrë që të vazhdoni më tej me detyrën tonë për ta bërë Ballkanin pjesë e Evropës. Pyetje. Dhe këto propozimet për policinë lokale në fakt nuk u materializuan asnjëra apo jo? Se më pas erdhi Uniku apo jo në vijim të Rambujes. Përgjigje sakt. Më duhet të shtoj për të dhënë kontekst që kur u realizuam Daytonin për Bosnjën, ne dinim se si do të ishte e ardhmja dhe ishim në pozicion të trajtonim dhe çështjet e sigurisë, sepse kishim një shtojec më vete për policinë. Por ama, për Kosovën ishim në një nivel më bazik për ndalimin e dhunës dhe të trajtonim disa nga shqetësimet themelore. Dhe nuk ishim në gjendje të krijonim në fakt një forcë policore. Pyetje. Në rregull, shohim një dokument tjetër që mund mos e keni parë përpara, 1D00141. So you can see Në shikoni letrën e kokë, është një kablogram i ambasadës austriake në Beograd i datës 30 shtator 1998. Ju lutem të shkojmë më poshtë në tekst. Dua të shohim këtë pjesën ku është bërë një takim me grupin e kontaktit të ambasadorëve dhe Miloševićin dhe takimin e mëpasshëm me Rugopën. Ju keni qenë bashkë pjesë e grupit të kontakteve apo jo? Përgjigje, jo më duket. Më duket se kjo është hera e parë që shoh, sidoqoftë. Besoj se ky referohet ambasadorëve që ka raportuar vendet e kontaktit në Beograd. Pyetje. Austria ka qenë pjesë e grupit të kontaktit? Përgjigje, jo, nuk ka qenë. Po me zotin Petrić, ambasadorin austriak në Beograd, që ishte i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian, dyshoj, po nuk jam i sigurt, që për shkak se ka qenë i dërguari i posaçëm ka qenë i përfshirë. Elis, pra i ka qenë i përfshirë nga Bashkimi Evropian, jo nga Austria. Përgjigje, kështu e kuptoj unë, po. Pyetje. Duhet t'ju pyes atëherë për pikën e parafundit këtu. Ka një listë gjërash që i ka përcjell Miloševići grupit të ambasadorëve. Thot, koordinatorët e sigurisë janë krijuar tashmë në 70 fshatra në pjesën perëndimore të Kosovës, në llapat të listë është marrë nga ambasadori Hill më 29 shtator dhe do të transmetohet në një raport më vete. Ja ju kujtohet pra kjo? Përgjigje, nuk më kujtohet në një listë të këtij lloji, jo. Nuk më kujtohet.
Pyetje, a pra keni pas dieni ju që Miloševiqi po krijonte njësi lokale në fshatra, sidomos në pjesën perëndimore të Kosovës? Njësi policore. Përgjigje, jo. Por po të kisha që në dieni të kësaj gjë, do kisha thënë që është një ide e keqe. Jo çdo nismë e presidentit Milošević na raportohej, apo me thënë drejtën, as seriozisht nuk e merrim të gjitha. I'm going to move to a different topic, thank you, Do kaloj tani në një temë tjetër, faleminderit. which is to the VJ. Dua të flasim tani për shkëmbimin e të burgosurve të ushtrisë jugoslave në janar të 99-s. It's right, isn't it? Është vërtet që negociatat në janar të 99-s kanë qenë në fakt shkëmbimi i vetëm që ka ndodhur mes UÇK-s dhe ushtarëve gjatë konfliktit. Përgjigje, me sa ka mundjeni? Po. Pyetje. Edhe duke qenë se ka qenë çështje unike në këtë konflikt, mori dhe për masa të mëdha politike asë kohë, apo jo? Përgjigje, ishte një çështje madhore, sepse nuk ishte bërë asnjëherë më parë diçka e tillë, edhe ekzistonte shumë skepticizëm nëse do të realizohej në fakt diçka e tillë. Pyetje, besoj se ju i thatë mbrojtjesë së Thatshit dje se Miloševiqi tha se do të çel portat e ferrit nëse nuk bëhet diçka, apo jo? Përgjigje, në fakt kjo është rresht nga një film që unë sot ta kisha përdorur, po diçka në këtë formë. Pra i planifikonte të merrte masa ndëshkimore shumë të repta nëse nuk bëhet diçka. Pyetje, faleminderit. Shohim pak një pjesë të librit tuaj ku keni folur për takimin që keni pasur me zotin Krasniqi dhe me të tjerë. Libri ka faqe më falë që do të shohim, ne është DHT 0877 09214. And could we go to page 08? Ju lutem të shohim faqen 0809. You refer Këtu keni thënë që zoti Krasniqi mori një pozicion shumë të ashpër apo shumë të rrept për këtë vonesën ditore dhe tha që kjo është shumë normale. and it's right, isn't it, that Mr. Krasniqi Pra është e vërtet që zoti Krasniqi ishte i mendimit që ky shkëmbim do të jetë simultan i njëkohshëm? Përgjigje, po. Pyetje. Dhe kur i tham për këtë shkëmbimi me shkëputje, ai tha, si mund t'i kem unë besim Miloševiqit? A ka thënë kështu? Përgjigje, po. Pyetje, dhe ju thatë mbrojtjesë së Thatshit në deklaratën tuaj se sipas jush ai ishte i shqetësuar sepse Miloševiqi do të ndryshonte kushtet e marrëveshjes apo jo? Përgjigje, po. Por unë i thash, konkretisht, ky nuk është problemi yt, ky është problemi im pastaj. Pyetje, ju e keni shpjeguar në librin tuaj dhe në intervistë mbrojtjen e Thatshit që ai që keni thënë zotit Krasniqi ishte në thelb a besoni ju Amerikës, e keni thënë? Përgjigje. Po, unë e thash në mënyrë retorike që të dilja në këtë pikë, por në fakt unë përpiqem të tregoja që ne prandaj jemi të përfshirë në këtë. Pyetje, dhe në fakt çfarë keni bërë ju në thelb është keni përdorur pra kartën e marrëdhënieve amerikane apo jo? Përgjigje. Po. E përdorëm dhe mund kisha mbështetje të mjaftueshme në Washington për ta thënë këtë që thash dhe e bëra dhe e thash këtë
sepse vonesës 10 ditore ishte, kjo është ideja ime, pra. Dhe kjo ide mbështetej në Washington sepse askush nuk e njihte më mirë se unë situatën. Dhe lëni t'ua bëj të qartë. Ka qenë situata të vështira. Je në telefon me Washingtonin dhe gjëja e fundit që duan të dëgjojnë personat është të thuash që tani na ka dalë një problem i ri në Kosovë. Kështu që ndonjëherë idetë të këqija mbështeteshin sepse idetë e tjera ishin dhe më të këqija. Pyetje, ma merr mendje se kur e thatë këtë, kur dolët me këtë pikë, ju e dini shumë mirë që USHK-ja kishte nevojë për mbështetjen amerikane dhe ndërkombëtare. Përgjigje absolutisht që më shkoi kjo në mendje. Pyetje, dhe Jakub Krasniqi sikurse çdo tjetër e dinte këtë gjë. Përgjigje besoj se po. Could I then have on... Pyetje. Shohim në ekran atëherë përmbledhjen e intervistës suaj me mbrojtjen e Thatchit, DHT 121 60. Deri në DHT 121 69. While we are researching where Dëshmitari, ndërkohë që gjejmë deklaratën, më lejoni të them diçka. Unë e dija si funksiononte Washingtoni, si kisha punuar me 10 vite atje. Dhe po ashtu e kuptoja se dhe në Washington kishte pikpamje të ndryshme, por unë mendova se në një moment shqiptarët e Kosovës kishin shumë kontakte në Washington, por ama herë të tjera e egzageronin shkallën e kontakteve që kishin atje. Prandaj për mua ishte rëndësishme që të fokusoheshim tek fakti që unë komunikoja me sekretarin Albright dhe ambasadorin Holbrooke, dhe unë isha personi që vërtet flisja me persona që kishin fuqi vendimarrëse. Elis, faleminderit. Shohim paragrafin 32, ju lutem. Që përfundon tek faqja 65, besoj. Mund ta lexoni paragrafin 32 nëse keni nevojë. Dëshmitari në rregull. Yeah, I made Dëshmitari, po, unë ja bëra të qartë pikpamjen time aty, në këtë takim. Ai nuk tha se më mbështeste, nuk më kujtohet çfarë përgjigje më ka dhënë, por më kujtohet që përfundoi me atë që thash unë. Por me njëherë pas kësaj, nuk më mend se si, mësova se ishte pranuar dhe se do të bëhej lirimi i ushtarëve shumë shpejt. Pyetje, është e vërtet, pra siç është zbardhur në këtë përmbledhje, që ju nuk e dini se kush saktësisht në UÇK e miratoi lirimin e ushtarëve jugoslav. Përgjigje, saktë, kjo ka qenë një problematike e vazhdueshme me UÇK-n, sepse ne nuk e dinim kush ishte përgjegjës atje. Pyetje, dhe ajo që mendonit ju, pra që Krasniqi kishte marrë disa udhëzime, ishte pikërisht sepse ju nuk mendoni se zoti Krasniqi ishte një nga figurat kryesore, apo jo? Përgjigje, po. Këto janë mendime të babazuara, por në mungesë të informacioneve të tjera, atëherë po. Pyetje, pra, kjo është përshtypja juaj nga sa keni parë që zoti Krasniqi nuk ishte një person i rëndësishëm në UÇK, apo jo? Përgjigje, po. Kjo ishte përshtypja ime. Elis, në rregull. Okej, tani vazhdojmë tej. Nuk do t'ju bëj pyetje për Rambujen, por dua t'ju pyes për pozicionin më pas. Dhe tani do të shohim 1D00358, që mendoj se është në listën e materialeve të Thatchit. Është një dokument të cilin e kemi trajtuar edhe dje. Shkojmë poshtë që të shihni paragrafin 1. Këtu bëhet
është periudha kur janë kthyer personat nga konferenca e Rambujës. Ju vetë u kthyet në Kosovë me delegacionin? Përgjigje, jo, nuk kam qenë në delegacionin. Me sa mbaj mend, ambasadori Hansiger, që është ambasadori francez në Maqedoni, kishte sjell po ashtu delegacion, kishin qëndruar bashkë, e kishin organizuar bashkë në Shkup, më falni, dhe erdhën në Rambuje. Nga kujtesa ime, mbaj mend që qeveria franceze ishte kujdesur dhe për kthimin e tyre. Pyetje. Shohim paragrafin e 3, ku thuhet delegacioni shqiptar në Ramboje u kthye në Kosovë pa problematika, edhe nuk pati vështirësi nga autoritetet serbe. Këtomi francez shoqëroi ambasadorin shqiptar, delegacionin UÇK-s, ku krasniqi Rambujën në Zëmsyllë nga aeroporti Prishtinës në Sedllar, që është rreth 30 kilometra në jug perëndim, pa pengesa. Përgjigje, nuk më kujtohet, po besoj se është sakt. Pyetje, ju vetë nuk keni qenë pjesë apo jo? Përgjigje, jo, nuk kam qenë. Pyetje, pra mund të qenë Sean Burns. Përgjigje, mund të qenë dhe Sean Burns. E di që janë kthyer me një avion francez. Pyetje. Pra janë kthyer me një avion francez, po i kanë ndihmuar SBA-ja apo jo për të shkuar në Sedllar. Përgjigje, nga Prishtina. Po di që nuk ka pasur incidente. Për këtë kam ndjeni. Për sa kohë nuk ishte problematika, atëherë nuk më nevojiteshin detajet të tjera. Pyetje, po ekzistonte nevoja që t'i ndihmonte Kidomi për të shkuar në Sedllar, sepse nuk do të ishte sigurt që delegacioni shqiptar të kalonte në punktet serbe apo jo? Përgjigje, po. Pyetje. Poshtë në të njëjtin paragraf tregon që ka pas një konflikt të madh brenda UÇK-s për Rambujen. Dhe antagonisti kryesor i UÇK-s ishte përfaqësuesi politik Adem Demaçi. A ju kujtohet ju kjo gjë? Përgjigje. Ne e dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë. Pra, kur ekzistonin problematika serioze të rënda, ne supozonim që është Demaçi pas këtyre. Pyetje, dhe ju prisnit dhe ju mendonit, më falni, që personat që ishin në favor të nënshkrimit do duhet që në thonë za t'ja shisnin këtë marrëveshje apo jo? Përgjigje, kështu e kuptonim ne. Pyetje, sepse në këtë pikë se ekzistonte një person që ta nënshkruante marrëveshjen. Përgjigje, kjo ishte pikpamja jon, po. Gjykatës së Elis duhet bëjmë pushimin, përveç nëse jeni duke përfunduar dhe ju kanë ngelur 2-3 minuta. Elis, jo, jam duke përfunduar, po kam nevojë për 5 minuta, nuk kam nevojë për 2-3 minuta. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Gjykatësi do të bëjmë 10 minuta pushim dëshmitar, të gjithë ne do bëjmë 10 minuta pushim tani. Dhe takohemi në sallën e gjykatës pas 10 minutash. All right, we'll break for 10 minutes. Në rregull, do bëjmë 10 minuta pushim. Të gjithë më kanë.